mëngjes, mirë se erdhë, tek Naçur si çdo ditë jem me ju, takimin e radhës edhe për këtë ditë të premte. Java kalon shumë shpejt e ne jemi çdo ditë në transmetim të drejtë për drejtë në ekranin e News 24 për të ndarë mëngjeset së bashku dhe shpresoj që ju të qëndroni me ne edhe të shihoni çdo pjesës të këtij transmetimi. Do të kaloj pas pak në kuzhinë për të prezantuar recetat, sepse tani është momenti që të shohim pak horoskopin e ditës së sotme. Si është kjo e premte sipas astrologjisë? Dashi, personat që ju shohin si konkurrent do të gjejnë mënyrën e gabuar për t'ju provokuar sot, por mos bëni asnjë reagim. Fakti që ata po përpiqen t'ju sulmojnë është një dëshmi e qartë që nuk kanë asnjë mënyrë tjetër për t'ju sfiduar. Demi, sa më shumë të ankohen të tjerët për ju që nuk po shkoni pas rrymës, aq më tepër duhet i injoroni dhe të vazhdoni si më parë. Kush janë ata që t'ju tregojnë se çfarë të bëni? Doni të dini kush i jep urdhrat në jetën tuaj? Shikoni në pasqyrë. Binjakët, një koleg pune ose bashkëpunëtor në biznes do të përpiqet ju intimidoj sot, por nuk do të ndjeni të tillë. Në të vërtetë ka shumë mundësi që vetëm të qeshni me këtë gjë. Mos i jepni as rishfet, paraja është me rëndësi dytësore. Kjo ka të bëjë me parimet. Gaforja, një marrëdhënie juaja mund të jetë duke kaluar nëpër një moment të vështirë, por nuk duhet të jetë fundi i saj. Lidhja e Mërkurit me Plutonin tregon se nëse ju do të përballeni me problemet tuaja, ata së shpejti do t'i përkasin së kaluarës. Luani, mesazhi yjeve për sot është që ju duhet të jeni më të organizuar. Ju gjithashtu duhet i kushtoni më shumë vëmendje gjërave të vogla që ndonjëherë i merrni për të mirëqena. Shpeshherë janë ato gjëra që e bëjnë botën të rrotullohet. Virgjëresha, fati juaj po ndryshon në mënyrë të dukshme për mirë, por një pjesë ka frikë se ky mund të jetë një kurth. Mos u shqetësoni. Aspektet pozitive ndaj planetit të Mërkurit thonë se nuk ka rreziqe, pra shijojeni këtë gjendje. Peshorja, nëse doni të detyroni partnerin ose një koleg pune për të ndjekur urdhrat tuaja sot, nuk do të keni vështirësi për ta bërë këtë gjë, por a është kjo mënyra më e mirë për t'i bërë gjërat? Ju do të keni më shumë sukses nëse përdorni sharmin dhe jo forcën. Akrepi, ju duhet të jeni më të sinqert me miqt dhe familjen tuaj për ndjenjat e sinqerta. Kjo mund të jetë pak e sikletshme në fillim, por kjo gjë do t'ju kursejë ndonjë surprizë të pakëndshme më vonë. Mos i mohoni dështimet tuaja, përballuni me to. Shigjetari, mundësi të reja po vijnë për ju. Ato lloj mundësish ku nëse veproni shpejt dhe me vendosmëri, mund të bëni shumë përpara. Lini instiktet tuaja t'ju udhëzojnë dhe mos keni frikë të bëni të kundërtën e asaj që bëjnë të tjerët. Britsjapi, keni parasysh lidhjen e Mërkurit me Plutonin në shenjën tuaj sot, duke ju inkurajuar të mendoni për llojin e temave që disa njerëz preferojnë që të mos përmenden kurrë. Ju duhet jo vetëm t'i mendoni, por edhe të flisni për to. Ujori, ju nuk do t'jeni në gjendje të shmangni komentet negative të njerëzve të tjerë sot, por ju me siguri mund t'i injoroni ato. Veproni sipas mendjes tuaj, sepse njerëzit kanë frikë nga ambicia juaj dhe ata kanë të drejtë. Ju do të arrini atje. Peshqit, disa nga gjërat që do dëgjoni gjatë 24 orëve të ardhshme do të bëjnë që ju të dëshironi të ndjeni i dëshpëruar. Si mund të jenë njerëzit kaq mendje lehtë? Bëjini të përballen me të vërtetën pa u shqetësuar. Plot ide dhe shije do ta kemi edhe këtë ditë të premte sigurisht nga Kati jon. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes e dashur, është dita e fundit sot e javës. Po. Kështu që neve do t'i urojmë Amisa si gjithmonë një ditë bukur dhe do t'i ftojmë këtu tek Ëndi i gatimit për të parë recetat që do përcjellim për ato sot. Dhe çfarë do të bëjmë? Do t'u japim një ide për ditën e shtunë apo të diel që mblidhemi të gjithë rreth tryezës familjare për të shijuar diçka ndryshe. Dhe çfarë do të bëjmë? Do të bëjmë mish qëngji, të cilin unë do ta bëj domethënë në qumësht, do ta pjek në qumësht me gjalp. Dhe përveç se mishi të qëngjit do të bëhet kështu, do të bëjmë pasaj dhe si një tip lloj risottoje, që ngjason pak shumë, me një shije limoni. Me limon? Po. Gjithashtu
me lëngun që do ashtu, sepse që shikoni kam vendosur fillimisht të tenxherin dhe unë them gjithmonë thjesht do ta hedh mishi që gjithë mund ta vendosim dhe direkt në furrë që ta zjeni ta piqni me qumësht, por do t'i jap 2-3 valë me qëllim që të më nxjerrë atë shijen e mirë të tij, që të kem mundësi unë pastaj me atë vend të përgatis edhe atë risotto, që do ta bëj me atë shijen e limonit. Të bëj shumë risotto e mirë dhe shoqërohet mjaft mirë pastaj me mishin e qënjit që do të piqet në furrë me qumësht edhe me gjalp. Bukurie. Tani dhe të themi dhe recetën, domethënë një përmbledhje të shpejtë. Ajo është një pjesë pet, sepse është një pasticio me 2 pet tradicionale që bëhet me makarona. Unë kam përzgjedhur këto që në mënyrën tradicionale gjithmonë ne përgatisnim me spageti, jo se nuk bëhet me lloje të tjera makarona, ti kam bërë si thua një parazierje, domethënë jo të plot, dhe i kam hedhur pak vaj që mos më ngjisin. Gjithashtu do të kemi sipas dëshirës, mund të përdorni djath, mund të përdorni gjizë pa kripi, shkon mjaft, përdorni pak kos për të e bën kremoze, e jep shumë shije. Edhe qumësht, gjithashtu dhe vezë patjetër sigurisht, vaj, dhe pak gjalp nëse doni, domethënë që t'i jepni shumë të mira i pas kemi, shumë të shijshme recetat sot. 2 pet ditë fundja, po? Kjo, domethënë për punën e pasticios nuk ka nevojë për më shumë pet, sepse është brum me brum, kështu që 2 pet janë të mjaftueshme. Brum, shumë brum. Ashtu. Tani, siç e shikoni, e kam lënë këtu sepse dua që tek gjithmonë them kur bëjmë supë vendosim në ujë të ftohtë produktin, domethënë mishin. Kur bëjmë mish, domethënë që duam ta pjekim, domethënë ta japim një zjerje të lehtë, qoftë mish dashi, qoftë që është më i madh, po mishi që gjithashtu që nuk ka nevojë, mund ta bënim dhe kështu thjesht. Unë doja që të bëja risotton, prandaj e bëra në këtë mënyrë. Që do të thotë të marrim tani kemi vendosur ujin paraprakisht dhe tani do të vendosim edhe do vendosim këtë copëzën e mishit, kështu siç është, të plot, sepse kështu do ta vë edhe për të pjekur. Shumë mirë. Dua që të më ruaj këtë shijen. Do t'i shtoj edhe pak krip, do t'a lëm për një 10-15 minuta që të më zije këtu, pastaj do t'a kalojmë në furrë me qumësht edhe me gjalp. Po fillojmë fillimisht kështu në ujë të ngrohtë, të valuar, duke hedhur edhe një pjesë të kripës, jo plotësisht. Do t'a mbulojmë përsëri dhe do t'a lëm kështu që të na bëhet gati. Ndërkohë, sa të na bëhet kjo gati, neve do të fillojmë për të përgatitur pasticion. Thjesht një pastrim duarve dhe erdhave. Të cilën do ta kemi me pet. Pra, do të jetë mbuluar me një pet sipër, me një pet poshtë dhe të gjithë përbërësit e tjerë i kemi këtu në tryez, përbërës të cilët në një moment në vazhdim do t'i kemi edhe në ekran. Por tani përsëri vëmendjen tek Kati për të shpjeguar pak se çfarë duhet të bëjmë për këtë recetë. Atëherë të dashura Anvisa, siç ju thash më përpara, unë nuk është për një tavë, domethënë mesatare, nuk e hedh të gjithë pakun. 300 gram kështu makarona është mjaftueshëm, sepse sigurisht që do të shtojmë thash djath, gjizë, kos, qumësht, vezë, të cilat ato do të rrisin atë volumin dhe thash që meqense është brum me brum, nuk ka nevojë që të shtohet më tepër makarona, është mjaftueshëm veç se 300 gram. Ajo që do të bëj tani, do të shtoj këtu vezët, pra do të hedhim, meqense kanë këto vezët e mira. Sepse kemi vezët O Vital dhe sigurisht që janë vezët më të mira që ju gjeni në treg. Pasticcio pa vezë nuk ka kuptim. Është ajo që i jep shije, do ta fryjë edhe do të t'i japi dhe atë ngjyrën e bukur, sigurisht duke zgjedhur cilësi në 4 stin, siç është dhe veza O Vital. Meqense dhe vlerave ushqimore që përmban veza, që neve e dim të gjithë. Si thosh një ndonjëherë, një vezë, një kokor vezë është sa një pul. Po, e vërtet është ka shumë proteina, është e vërtet. Të mban shumë gjatë ditës, ndaj shpesh rekomendohet të nis dita me atë kokrën e vezës në mëngjes, edhe disa orë jemi të ushqyer, edhe kemi marrë vlerat ushqyese që na duhen, pra proteinën në mënyrë të veçantë. Meqense jemi këtu, Kati, shpejt e shpejta, mund të përmend pak edhe mishtan që në fillim, sepse pa diskutim që duan kohë në tyre. Po, dhe unë përziej vezët avash avash. Përziej vezët dhe këto pasticcio ne sot do ta bëjmë edhe me pet, siç tham, edhe me çfarë i bëjmë ne petët dhe gjithçka tjetër në studio me bazë brumi. E bëjmë miellin Ola nga kompania Atlas, miell për çdo përdorim, miell për pica, miellin farina për kek, rajon ëmbëlsira, miellin e thekrës që Nena ka sjell në studio, receta shumë të shijshme, një bukë të shkëlqyer mbaj mend nga duart e Katit që ka bërë, edhe plot variante të tjera nën logon e Olës, pa diskutim më e mira që keni në treg. E di që përdorni Ola, shpesh na e thoni dhe rezultati është i shkëlqyer në gatimet tuaja. Meqense jemi këtu, të përmend pak edhe familjen tonë
shumë të madhe, që është Teuta, një ndër kompanit me një eksperiencë teje të gjatë në treg, e cila mundëson pothuajse të gjitha produktet ushqimore që gjenden në frigorifer edhe në raftet tona të gatimit, që nga vaj, nga orizi, mielli, sheqeri, niseshte, e plot të tjera, ajo që i bën bashkë është jo vetëm një familje e madhe, por edhe cilësia dhe siguria ushqimore. Dhe në fund fare, unë e le gjithmonë për në fund, sepse, si që them edhe Katit, i kam shumë qef këto recetat e shpejta apo zgjidhjet e vakteve pa u angazhuar shumë me skuqje me zjerje në kuzhinë. Dhe jam pikërisht salçiçet Vudi, që duhet të mos mungojnë në frigoriferin tuaj, plot me shije, zgjidhin vaktet e shpejta të pasdites, darkës, mëngjesit dhe jo vetëm, dhe shijojnë shumë nga e gjithë familja, sepse ku është aja ka gëzim. Shumë mirë, i përmende Anila, shumë bukur, do me thënë i sqarove anvisat për produktet ushqimore që ne përgatisim këtu në studio, dhe si që shikoni mënyrën se si ne i përgatisim dhe se sa mirë na dalin këto receta, sepse nuk është se jemi ne ato që i bëjmë të mira, por janë produktet ushqimore që janë të mira. Je një qike dhe ti, janë dhe duart e tua, tani, janë dhe duart e tua. Të gjitha zonjat një lloj kanë duart. Kështu që të dashur anvisa që shikoni, unë kam përdorur edhe miell, tani për të përgatitur brumin e miell, të petve, besoj se e dim të gjitha, mund të përdorni ashtu si shtem gjithmonë, vetëm me ujë edhe me krip, mund të shtoni sigurisht në një lugë vaj pa tjetër të brumi, sepse na i shkriferon petët edhe na i hap më mirë, kështu që është mirë përdorim 1 me 2 lugë vaj në atë procesin kur përgatisim brumin, por nëse doni që ta bëni atë petën të shkrifët, mund të shtoni edhe një lugë uthull, sepse e shkriferon akoma edhe më shumë petën. Ndërkohë që unë kam një petë që kam këtu, që do të hap në momentin që do të vendosë lartë tek pjesa e pasticjos, por dhe tjetërën që e kam të hapur, e kam spërkatur me vaj dhe jemi në momentin tani që të shtojmë edhe për, do me thënë, mbushjen që themi neve, që thash për makaronat i kam të zviera, do me thënë nëse është minutazhi 10, do të bëni rreth 8 minuta, i kulloni, i hidhni pak vaj dhe keni kështu të shkrifta, që mos të ngjisi. Tani është momenti që do të shtojmë tash djathë, gjizë, kosë, çfarë mund t'ju ndodhet juve në shtëpi. Pra të gjitha janë të mundshme për t'i shtuar. Madje edhe unë këtu kam edhe pak gjizë, kam edhe djathë. I kam të dyja. Kështu që edhe ju mos u vendosni në siklet, çfarë t'ju ndodhet ju në shtëpi. Dhe shpesh kur mbesin makarona, është zgjidhja ideale për t'i kthyer një pasticën. Edhe kosi e bën shumë kremoze, do të thënë e shkriferon, themi neve, i jep atë si thua që e ajros më shumë, nuk e ngjit si qumshti, e ajros kosi. Kështu që përdorni edhe kos, edhe gjizë, djathë, janë ato produkte, do të thënë është bulmeti, me bulmet bëhen këto. Edhe kështu që nuk ka as gramatur dhe nuk ka edhe çfarë. Me sy, se këto gatimet tradicionale me sy bëhen. Nuk ka asnjë gjë. Tani të shtojmë edhe pak qumësht dhe në fundit do të edhe vezën dhe t'i bëjmë me përzierjen. Tani nëse doni mund të shtojmë në një arë moskati, gjë që në mënyrë tradicionale nuk është se e hidhni, nëse doni mund e ta shtoni. Me qënë se kemi bulmet dhe këto e kemi mësuar përsëri nga ty, që kur përdorim bulbete në gatim, ara e moskatit është e gjen veten, pra i jep shije, i shton shije. Tu sigurisht që do t'i shtoni edhe pak vaj. Vaj, gjalp të shkrir, çfarë mund të ndodhet juve në shtëpi, por edhe vaj, nuk ka problem, do me thënë është e njëjta. Shiko si tani u bën kremoze makarona, kjo ishte, do me thënë, kosi, gjiza, djathi, vezë, pak qumësht që të shkriferohen, edhe ja, e kemi në rregull të masën. Ti hedhim edhe pak vaj. Edhe është mjaftueshëm. Shumë mirë. Ajo që ngelet, e hedhim në tavë, vendosim petën tjetër dhe kemi gati për në furrë. Edhe sa shpejt, është një gatim shumë i thjeshtë edhe i shpejt. Sigurisht që anvisat din ta bëjnë, neve i sjellim her pas here këtu që për të ardhur në ndihmë patjetër, por edhe në një mënyrë ndryshe, se pasticën përgjithsisht e bëjmë pa petë. Kështu që kjo vjen në një formë tjetër, duhet thënë që fëmijët e preferojnë shumë pasticën përgjithsisht. Po, edhe tjetra është që mund ta marrin fëmijët akoma me vete edhe në shkollë. Po, një copë me vete, edhe ne në punë. Edhe në punë, zonjat që shkojnë në punë, kështu që është diçka e mirë. Tani, sipas dëshirës, thash që mund të shtoni akoma edhe pak gjalp të shkrir ose
ta lëni kështu si ç'është, kjo është zgjidhja juaj, nuk po e vë domethënë. I largoj unë ato, ti marrësh me Faleminderit, petën Anila. mbyllës, të lutem. Marr pak nga kjo. Erdha edhe unë. Me qenë se do përdor gjalp atje, mendoj që mos i hedh gjalp, do ta lë thjesht kështu Ka, në pjesën e ka vajit, vajin. edhe kështu që mos ta rëndojmë. Tani, për pjesën e petëve, shikoni se unë i lë kështu që të kem mundësi, pastaj që të kem mundësinë e hapjes më kollaj, që mos përdor pec, e mos përdor mielra shumë këtu në studio, prandaj dhe bëj në këtë mënyrë, i hap pak më përpara dhe i lë në këtë masë, dhe hapen vetë ato. Hapen me duar me Ja, një herë, edhe të që si shket peta. edhe të ke, domethënë që të ja. Fantastike. Pa u lodhur fare. Është shumë e thjeshtë për të hapur. Edhe atë që themi gjithmonë që duhet edhe rrudhosur. Po. Fillojmë anët fillimisht, që të hapen anët që të hollohet peta, se mesi i hollohet vetë. Tani, Po. me qenë se prapë ky lloj byreku, se kur hapëm një ditë neve dhe që thamë që Që hoqëm atë pjesën e bordurës. prapë edhe këtu po. do ta heq, sepse ç'është e vërteta, Anila, Të marr një thik, unë me thik e bëj, nuk e di si e edhe me bëm. thik, me thik. Ta ndihmoj me thik. Se tash ta bëj edhe kështu. Okej. Me këtë. Po, me njërën nga armat e thikës, thjesht për ta shkëputur nga. Me qënë se është brum dhe nuk ka nevojë, do me thënë se kjo anë e kësaj, nga që peta që hodhëm është pak si me plot dhe faktikisht ky është byrek fshati që e kanë petën të plot. Dhe kjo është një Dhe e pjekim në tigan. Okej, ta themi dhe pjekjen? Po pa tjetër që do ta themi, po përpara neve do të bëjmë 180 gradë si gjithë byreqet e tjera, nuk ka ndonjë kështu, po këtu nuk do, ndonjë 40 minutë dhe do ta kemi gati, ndoshta 35-40, se janë gjërat gati, nuk është se kemi ndonjë. Thjesht një Më shumë petët do me rrudhosje. thënë që Po. duhet të piqen, makaronat Edhe janë të zira, të lidhen do lidhet ato. me vezët, me kosin, me qumshin. Kështu që me qenë se janë në petë fshati dhe nuk të hapura vetë, nuk janë ato petë të gatshme, kështu që duhet një 40 minutë Po. që të bëhet tamam. Edhe në 180 gradë, jo më tepër temperatura. Tani këtu duhem të hedhim edhe vaj rreth e rrotull. Ja kështu. Do t'i hedhim vaj, do t'a vendosim në furr. Në furr. Dhe më pas do të shohim recetat, sepse të shkruara në ekran nuk i kemi parë. Në unë di që ju i doni. Mund t'i thuash, Anila, do t'a bëjmë kështu tani. Ta shohim dhe këtë spërkatjen. Gjithmonë fillimisht hedhim të pjesën e krothës, të vaj, do me thënë të anës, se e do pak vaj, dhe pastaj edhe të pjesën tjetër. E dojnë qik vaj, se që do të haj pastaj? Brum e brum. Që do t'a haj vaj, do t'a ham ne moj. E qojmë në furr dhe ne së bashku. Shohim në ekran recetat të shkruara, të radhitura, të gjithë përbërësit, mbajini shënim. Për të bërë një byrek me makarona me 2 petë, në duhen 400 gram miell, 1 lug uthull, 2 lug vaj, 1 lug krip, ujë të vakët, 300 gram makarona, djath, qumësht, gjizë, kos, vez, gjalp, vaj. Dhe do t'jetë shumë e shishme. Receta e dytë që do të bëjmë në studio sa po të kthehemi, sepse thjesht kemi vendosur mishin e qengjit për të zier, është pikërisht mish qengji me qumësht dhe orize emri kësaj recete, na duhet 1 kilogram mish qengji, 2 filxhan qumësht, 2 lug gjalp, 2 filxhan oriz, 5 filxhan lëng mishi, limon, krip edhe piper. Pra, të gjithë këtë recet, e cila do kohën dhe për kushtimin e saj, ne do të realizojmë në pjesën e dytë të gatimit. Tani ajo që do të bëjmë është të vendosim tavën në furr, Patjetër. dhe ndërkohë, nuk di si jemi me kohën, besoj duhet jemi. Kemi dhe një 3 minuta shko për të bërë një shpjegim ose një proces tjetër të punës për recetën e mishit të Tani, disa visa e presin këtë, do me thënë, lartë. Aha. Unë e lë kështu faktikisht, se në momentin që e nxjerr nga furra, e kthej, e përmbys, edhe e lë, do me thënë që të zbutet peta, dhe pastaj e kthej prapë.
Aha, e kuptoj. Kështu që prandaj nuk e pres, nuk ka nevojë, ato përbërësit që hodhëm ne brenda ju e patë mënyrën se si ne e hodhëm, kështu që edhe kështu si që e kemi shumë mirë, pa e prerë që ta kemi dhe në qikësi të bukur. Dhe nëse ishte pak me mjella. Ta kam hapur furrën. Faleminderit Anila, vendosim në furrë. E vendosim në furrë dhe tregojmë pak se si do vazhdojmë më pas kjo receta e mishit të qenjit. E kemi vendosur thjesht në ujë të nxehtë. Pra uji ka vluar përpara dhe më pas kemi shtuar mishin, sepse kështu na duhet kur se bëhet kjo. Ashtu, na shpjego pak. Të dashur Anvisa, ju kam thënë gjithmonë që kur e vendosim mishin, domethënë kur kemi kocka dhe pak mish, e vendosim në ujë të ftohtë se ne duhet përfitojmë një lëng të shishëm, ndërsa në momentin që e vendosim, sepse mishin do ta vendosim për të pjekur dhe duam të konsumojmë mish të shishëm, e vendosim menjëherë në ujë të ngrohtë, sepse në momentin që vendosim në ujë të ngrohtë, ajo bën një kore sipërfaqësore dhe ngelen të gjitha vlerat ushqimore brenda tek mishi, nxjerr pak lëng të shishëm, por ama mishi është shumë më i shishëm se sa ta hidhnim në ujë të ftohtë. Kur e hedh në ujë të ftohtë, ai shkrin të gjitha ato vlera, domethënë lëndët që ka përbrenda mishi, edhe nuk na ka të shijen e mirë. Ndërsa kështu, mishi ngelet i shishëm, po aq sikur e vendosim që në fillim fare që themi e vendosim në furrë të nxehtë më përpara, prandaj edhe në furrë vendoset e nxehtë, që të ngelet të bëhet ajo kore sipërfaqësore, dhe të ngelet i shishëm dhe i butë në brendësi. Ndryshe shkrin dhe nuk ngelet as i butë dhe as i shishëm. Bëjeni kështu siç ju them dhe vërtet do të më kujtoni. Për ca gjëra që ju them jam e garantuar, domethënë sepse kjo eksperiencë kaq shumë vjeçare që unë kam, edhe unë kam gabuar në fillim dhe nga gabimet kam mësuar. Kështu që mundet edhe ju. Ne i marrim të gatshme, pa gabuar fare nga kati jonë. Të gjitha këto që tham dhe pjesën tjetër të gatimit do ta kryejmë kur të kthehemi. Tani është koha e hapësirës publicitare, të gjithë së bashku do të marrim dhe informacionet më të rëndësishme të ditës në fleshin informativ të orës 9:30 dhe në pjesën e dytë të këndit të gatimit rikthehemi pas pak minutash me Katerinën. Kemi ende gjëra të bukura për t'ju sjell dhe të shijshme në të njëjtën kohë. Pas pak. Receta për të mësuar, për të gatuar, për të shijuar gjatë fundjavës, në ato ditët ku ndoshta keni pak më shumë kohë për të impenjuar në gatim, të bëni dhe pazare dhe të shijojnë drekën të gjithë së bashku. Një pasticë që është shumë e shijshme në një mënyrë të rifreskuar, ka sjell Katerina sot, do ta rikthejmë përsëri mënyrën e gatimit kur të jetë momenti, sepse tani besoj Kati duhet fokusohemi te e dyta. Atëre po, mishi i qenjit. Atëre të dashur Anvisa, është momenti që neve, siç e shikoni, e kemi zier, domethënë gjysmë zier, mishin e qenjit dhe e kemi gati, ndoshta neve kemi vënë në temperaturë të lartë, juve do ta bëni në temperaturë të ulët në mesatare, në shtëpi kam thënë gjithmonë, mos shikoni që ndonjëherë neve bëjmë këto zgjidhjet e shpejta, juve duhet të bëni atë ndryshimin, domethënë gjithmonë në temperaturë të ulët në mesatare për të mbajtur ato vlerat ushqimore mishin në brendësi, edhe të zbutet aq sa duhet. Tani çfarë do bëjmë tani? Ja. Çfarë do bëjmë? Se duhet ta kisha marrë faktikisht. Mos ta marrim mjetet. Okej. Edhe do ta vendosim në furrë. Kështu. Kështu. Pa asgjë. Pa asgjë, po thjesht do ta pres pak aty që të më qëndroj pak drejt. Edhe nuk do ta do të jetë vetëm qumësht. Edhe gjalp. Qumësht dhe gjalp. Okej. Edhe këtu. Madje do ta heqë edhe një pjesë të kësaj që të ketë mundësi, domethënë të marrë në brendësi edhe qumshtin. Pa, e kuptoj. Edhe këtë pjesën këtu. Aha. Shumë mirë. Është zbutur në fakt, po. mendosh? Është zbutur goxha. Hami Kati. Po të bindet. Nuk bindet, vërtet nuk po bindet. Është i nxehtë edhe në zërë punohet. Është i nxehtë, por ja që të bindet edhe të bëjmë
punën ashtu si shdohet, se s'ka ku të vej që mos të bindet, ja. Ja, E bëm kështu. Tani do bindet, se kështu e duam, në këtë mënyrë. Ajo që ngelet, do t'i hedhim qumësht, të ngrot në të vakët, jo qumësht të ftohtë. Gjithmonë kemi thënë, kur kemi produkt të ngrot, duam edhe qumëshin t'jeti ngrot, ose i vakët. S'ma mërë të mëndja që mishi që gjithmonë të shkonte me qumshtin. Është një gatim që bënin çobanët. Vërtet? Po, ata e piqnin në bidon, Se interesant. me qumësht, edhe shkon shumë mirë. Kjo lloj recete do të shkonte shumë mirë pastaj që të bëhej, domethënë, një shqeto përmeti Si? me lëngun. E kësaj shqeto përmeti bëhet shumë thjesht, me 2 lugë miell, 2 kokra vezë, edhe lëngun nga zirja e kësaj, edhe si një supë me kështu, me limon. Kjo është shqeto përmeti, nuk është se... Por mendova ta bëja me orizun, por mund ta bëjnë avesat edhe kështu. Receta tradicionale, Të leta të hedhim tek përfundimisht pjesa e saj, tani këtu. Në shtëpi juve do t'i vendosni një letër guzhine dhe do t'a vendosni në furrë që të bëhet avash-avash, ose do t'uni temperaturën 180 gradë dhe do t'a lëni që të bëhet avash-avash rreth 45 minuta, 1 orë, varet edhe nga, si thuash, madhësia e mishit. Kështu që do t'a lëni që të bëhet avash-avash, që të tretet dhe të shijohet, domethënë, dhe të ngelet me lëngjet e gjalpit dhe të qumshtit, për të marrë atë shijen përfundimtare. Pak piper. Piper, okej. Krip nuk ka nevojë më, ka marrë gjatë zjerjes? Kripën e kemi hedhur gjatë zjerjes, po madje t'i hedhim edhe pak, sepse gjatë zjerjes e do dhe tani që e kemi ndarë edhe kështu, do e marrë atë Po, dhe shijen. në brëndësi. Edhe në brëndësi, edhe e ka të nevojshme pak krip. Tani vendosim në furrë. Okej. Të dyja furrat tona i Do ta kemi vendosim te ajo zënë poshtë. sot. Edhe pasticiosi për ajo peta që e mbylli ka filluar të marrë një ngjyrë të lezetshme. Do ta tregojmë pak më vonë, sepse kemi bërë një pasticio me petë, lart edhe poshtë, ose byrek me makarona, e kemi shkruar në recetë, sepse janë të miksuara të dyja së bashku. Pasticio me bulmetin, me qumshin, me kosën, me gjizën, me gjalpin dhe me makaronat, por e mbyllur në 2 peta byreku të bëra vetë me duar ato petët e punuara vetë në shtëpi që shijojmë kaq shumë. Do të vazhdojmë tani sërish me recetën e mishit të qenjit, të cilin ne e vendosëm në furrë, dhe vazhdimi i kësaj recete ose shoqëruesi i tij do të ishte orizi. Se si do të vi, unë pres ta shoh se kemi oriz me limon, kështu e thamë ne? Po. Oriz me limon. E mora këtë sepse dua më mbrapa që ta kulloj, sido qoftë, duhet kulluar. Pak këtu tani do të hedhim fillimisht pak gjalpë dhe vaj. Me thënë do të bëhet pak, në ka vërdi se jo si e pilafit, Më pak. më pak, Thjesht të ngrohet. të ngrohet, po. Edhe do të hedhim atë. Të dyja lugët me gjalp i ke, që lyeve mishin, kështu që. Ata vendosim të brenda që të eki gjalpi. Edhe të hedhim edhe këta. Orizim. Çfarë orizi ke zgjedhur? Këtë me gjithë përdorimet, anilatin që kam aty në... Kjo është tash. Orizi gold, cilësor për pilaf dhe risotto. Është paketimi blu, kohën e zgjerrjes e ka 14 minuta. Me mishpule, me mëlqipule, me pulë dhe perime. 4 receta interesante këtu mbrapa. Po, në të Për t'ju gjitha dhënë një ide. paketimet Po, se vërtet dhe më pëlqen kompanisë. shumë kjo gjetja e të utës në fakt. Të gjitha, edhe drithrat, edhe farat, mikset e farave, edhe fastulet, çfarë kemi tjetër aty. Të gjitha kanë mbrapa edhe një recet, një ide gatimi, se si mund t'i përdorni ndryshe. Se në njerë blokohemi kështu, shohim ca paketime, i marrim, bëjmë pazar, e qëmë në shtëpi dhe themi bota një çdo bëj. Po, Ja u thotë uta, por duke kthyer e qesën kanë në gram zgjidhjen tjetër. të paketa për një lloj gatimi, pastaj shikojnë edhe mënyra të tjera, kështu që ndihmesa janë edhe ato dhe kjo është për të vlerësuar për këtë që, domethënë, mënyrën e përdorimit, domethënë, të produkteve të kompanisë Teuta.
atëre këtu nuk ka nevojë. Unë thjesht nga që hodha lëngjet dhe doja që të më lëshonte edhe pak aromë gjalpi që hodha në momentin e parë dhe fillojmë hodhëm krip edhe piper dhe tani jemi gati me njerë për të shtuar orizin. Nëse do të kemi 2 filxhan oriz, do të kemi tani 5 filxhan lëng mishi. Ne do të hedhim kështu, do të shikojmë me sy. Pra nuk do të bëhet pilaf, do të bëhet si në lloj risotto. A të ta mbajun këtë tenxhere? Po, Alila, nëse mundesh të më mbash ashtu. Apo e pakës, aty, faleminderit. Thjesht unë marrë kështu që të pjesën e lëngut. Nuk e matë, do të shikojmë me sy, më thënë që të bëhet e hedhim në fillim fare, dhe thash që do t'jetë si një lloj risotto. Jo, risotto e hedhim në mënyrë graduale dhe këtë mund ta hidhnim në mënyrë graduale. Kthehet lutem. Këtu. Edhe më jep mua atë garush. Faleminderit. Duhet më garushtja? Jo, do të vendosim këto të dyja. Faleminderit. Të lutem. Dhe tani thjesht një përzierje e bëjmë, mos tua sjell, domethënë të fiktuash të rënd pjesën e gatimit. E bëjmë një përzierje thjesht në fillim fare. Na ngacmoj piperi. Të vjen për të shtirë. Më herë po e mbajta. Kështu që e lëm tani që të bëhet avash në mënyrë graduale, duke u zirë dhe do të shohim. Shëndet! Faleminderit. Shpëtove. Rreth 15-18 minuta do për të bërë gati. Do me thënë ka që është edhe koha e zjerjes dhe do të shikojmë që ajo të filloj të bëhet, të lidhet të bëhet gati dhe në momentin e fundit do të shtojmë lëng nga pjekja e mishit. Do me thënë ajo salca që do dalë sepse do të bëhet një salcë e lidhur. E kullojmë dhe atë dhe ja hedhim lart. Në momentin që do të hedhim atë, do të shtojmë edhe lëngun e limonit. Pra do të ketë një shije të veçantë nga salca që do dali nga ajo qumshti, bashkë me lëngun e limonit edhe me atë shijen e gjalpit edhe të mishit që do të piqet në furn, do t'ja shtoni në momentin e fundit dhe do t'a keni gati pastaj për ta servirur. Servirur mund t'a bëni pastaj me bishta qepe të grira holl, me majdanoz të freskët, me kokra piperi, edhe shije, por sigurisht edhe pjata, do me thënë, zbukurohet dhe duket diçka e veçantë për të shijuar dhe për të servirur në tryezat tuaja familjare. Atëre ne këtë do t'a lëm që të na bëhet gati. Shikoj një çika të byrekun. Edhe shikojmë byrekun, por faktikisht kishim aty, do me thënë, pak kështu për treguar një sallat jeshile me qep të njoma dhe me hudhra, sepse faktikisht kësaj lloji tryeze. Pastaj dreka e fundjavës do ishte shumë gjëra. Edhe do dukesh goxha mirë. Do na shtosh diçka, do me thënë. Bëj një përsëritje atë doja të bëja. Doja të shikoja pak pak recetat, sepse ju e dini që është e nevojshme të rikthejmë her pas here. Në momentet caktuara jo të gjithë na ndiqni, kështu që le të shohim tani edhe një herë recetat e ditës së sotme. Byrek me makarona me 2 pet. Na duhen 400 gram miell, mielin Ola për çdo përdorim nga kompania Atlas. 1 lug uthull, 2 lug vaj, vaj ngolt. Vazhdojmë të përdorim nga Teuta. Na duhet krip, pra 1 lug krip, ujë vakët, 300 gram makarona, makarona spaghetti, linguine, të jenë të gjata, pra që përdoren për pasticcio, djath, qumësh, gjizë, kos, ose disa prej tyre, ose të gjitha bashkë nëse i keni në shtëpi, pra nga pak nga secila, për t'i dhënë akoma edhe më shumë shije kësaj recete. Na duhen vezët o vital, gjalp dhe vaj, i cili do të shërbej dhe në fund për ta spërkatur të gjithë petën përpara se ta vendosim në furrë. Po gatuajmë mish qingji me qumësh dhe oriz. Na duhet 1 kg mish qingji, 2 filxhan qumësh, 2 lug gjalp, 2 filxhan oriz, 5 filxhan lëng mishi, 1 limon, krip edhe piper. Sa të mira i kemi recetat sot, recetat tipike pra fundjave, edhe pse, si që kujtoj her pas here, ajo arkiva jonë virtuale është shumë e pasur dhe kam fjallën këtu për YouTube-in, për 2 kanalet tona zyrtare në YouTube. Mund të klikoni në News 24, aty për te të tjerave keni që nga informacionet, më të fundit
të lajmeve keni emisionet e ndryshme që transmetohen në News 24, gjithashtu keni edhe hapësirën që i dedikohet Villa 24. Dhe nëse na doni vetëm ne, nëse doni vetëm Villa 24, këndin ton të gatimit, të ftuarit dhe gjithçka që ndodh nga herë të premte në këtë studio, klikoni sërish në YouTube me Villa 24. Dhe me arkiv gatimesh, po thoja pikërisht atë këndin e gatimit, ku janë të pafundme videot që shtohen çdo ditë dhe çdo ditë me receta të reja, me ide gatimi, ndaj asaj pyetjes që ne themi vazhdimisht çfarë do të përgatis sot për drek, apo për vakte të tjera, do t'i jepni me se zbën një përgjigje. Kështu që mos u ankoni, mos pyesni njëra tjetrën në për telefon, kati të ndodhë të marrin ty në telefon, familjarët, mamat kryesisht marrin dhe pyesin çka ke bërë ti sot për drek? Po çfarë do bësh nesër për drek? Po si e bën ti këtë, ë? Ndodhin. Ndodhin. Ty kam përshtypjen të pyesin më shpesh akoma, duke ditur që ke gjithmonë ide. Apo i thua shikoni emisionin. Ç'është e vërteta, me thënë të drejtën, atë që kam thënë gjithmonë, dhe anvisat që na ndjekin kërkojnë, domethënë, edhe mënyrën se si përgatiten. Gjithmonë janë me gatshme. Nuk e vënë dyshim fare. Që të ndihmoj, domethënë, dhe t'ju shpjegoj më hollësisht. Ndonjë ide. Kurse mua më pyesin si doli ajo, kur mbaron një recetë, më pyesin si doli ai byreku që bëhet në studio. Se duan dhe një konfirmim kështu, jo vetëm nga pamja, po duke menduar që ne i provojmë këtu në studio, duan dhe një konfirmim shijeje. Kati, nuk e ka mendjen fare, është në punën e vetë. Jo, e mendoj domethënë që E di. Kati Mishi ka filluar të marrë një pamje shumë të lezetshme. Edhe byreku më duket atë që thash. Mirë shumë. Me thënë të drejtën, unë kënaqem shumë me këtë sallatën e jeshile. Shiko, e hedhim kështu. Ja, ku e keni. Hedhim dhe pjesën e këtyre, do me thënë hudhër edhe shumë aromë qep të njën. Se do të nxjerrim prapë pastaj, kur të piqet edhe pak, se s'ka mbaruar akoma. I hedhim edhe uthull. Ti heqim këto pastaj, ti hedhim edhe vaj ulliri. E përzim dhe pastaj e servirim në një pjatë tjetër. Dhe duhet të them që për pjesën e vajit ullirit e uthullës, i hedhim në momentin e fundit, ndoshta sallatën dhe këto i bëjmë gati, domethënë, këto i hedhim në momentin e fundit ujin, vajin edhe uthullën dhe kripën, kur i kemi për të serviru, jo më përpara. Tani do hiq këto pastori, vendin ta kthejmë në një sallatier tjetër dhe ta vendosim pjatën e parë. Orizi i ka bërë ato bulzat, Kati. Ta fikim, Anila. Ta fik fare. Shive njërë? Ta fikim dhe do t'i shtojmë pak lëng tjetër. Unë e fika? Fike që të... Fika. Lëng nga i mishit? Po. Pastroj pak tonë tani. Do të ishte pak lëng nga i që ka lëshuar mishi gjatë pjekjes. Nëse do të... Ta nxjerun mishin? Po, nëse mundesh, tani ta nxjerim. Mundem që të shke me të mundem. Se të dali avulli pak. Asaj mirë që duket, shikojni pak. Ju hapa moreksin nga ekrani. Dalë të mbyllim këtë furën. Vazhdo në bën kështu, fluska. Kati qa po bën? Je ta këthim këtu. Ta këthim të kjo. Pjata. Po pëse se kishe mirë aty? Për shumë? Jonë. Nuk ta mbushë syrin ajo e në parë? Ta këthim këtu, ta kemi, do me thënë, gati për të serviru. Dhe kjo salat nuk ka nevoj për shumë gjëra, thjesht një uthull të mirë. Po, një vaj të mirë. Ndo një copë djathë të barës do ishte keq. Tani kemi këto orizat e këto gjëra, kështu që mos kërko dhe të tjera gjëra. Ti shikoj një qika të pjesën e, se mos të ngele të ashtu ajo. Si, kush? Byreku. Ta nxjerrim të byrekon? Edhe u bë. Është fiks në... Edhe fiks jemi në kohë, se 2-3 minuta kohë kemi, kështu që jemi tamam në momentin për t'i përfunduar recetat. Kjo e pilafit do... Ka mbetur kjo... Shqesi u, po si sufle. Sa e mirë. Edhe shiko tundet.
Dhe kur na tunde do të thotë që nuk na kanë gjithë nga fundi, Ndaj e kthen ti që the e kthej dhe pastaj. Ashtu Si të shkëlqyera ka ndalë, byreku doli mirë, me thënë drejtën. s'ka më Tani, mirë. për pjesën e Tani, na tregu pak si do e mbarojmë këtë të mishit? Tani, këtë të mishit, duhet të nxjerr mishi Më vete. më vete në një. Vetëm se e ke të nxehta atë me kujdes, tavën, se mos të prek duart. Që se ul. Atë thuaj pse se ulëm. Se mban ato peshë në dorë. Ta vëm kështu. Bukur, Edhe bukur. këtë kështu. Tani, këtu tek i lëngu, do shtrydhim limon. Ja se kam këtë anila, mos u mundo fare. Okej. S'kishte as fara ky limoni. Edhe sa shumë lëng kishte. Po. Aha, gjysmë Tani, kokre, edhe këtu do doja të marr atë kullesën, ta kullojmë që t'ja hedhim, që nuk duaj që të më ngelen gjëra brenda. Okej. Shpresoj se ka, po për të qenë më të si do sigurt. Si do qoftë. Ja e lëm këtu në mes, e duam të gjitha të salsën që t'ja hedhim brenda. Nëse të duhet dhe një pecet tjetër. Ta mbaj unë ato kullesën dhe t'i ktheja. Okej. Ka Ta mbaj një pak. copëz mishe. S'ka gjë. Ja, Kujdes. të hedhim i ndyrë. Pra kështu duhet të rri, me lëng Po. orizi. Nuk e ndezi më furrën, e lëm kështu. Jo, nuk e ndezi më furrën. Atë sobën. Jo, këtu në tek soba, thash mendova furrën që the për mos ashtu, po jo, këtu e duam domethënë të qëndroj pak. Ndaj the në Akoma? fillim që të marrim kapamin e një risotto, një orizi të lëngshëm me kremoz, jo një pilafi të thatë. Kur e kemi gati, është momenti i fundit Okej. që shtohet kjo. Dhe jemi në fund, gati? Dhe jemi kështu në që- fund, kështu që ne do ta servirim tani, por që ambisat në shtëpi do ta lënë të qëndroj pak, domethënë të përthithet pak orizi. të orizi dhe do ta kenë gati, domethënë për ta servirur. Tani të servirim rreth e rrotull. Gjithsesi këtë aromën e pas ka shumë të mirë. Po shumë të mira ka të gjitha i ka brenda, pse mos ta ketë të mirë. Edhe Bukurie. edhe pak këtu edhe Edhe është mjaftueshëm, po. mjaftueshëm. Dhe në fund fare, disa sapoza të vogla. Ta vëjmë si Edhe kur për e dekor, kemi, edhe për shije. Okej. Të lumshin duart gati. sikur që në gjikoll kullot. Me bari e shirë. Ja, kështu. Edhe Disa ca kokreza kokra piperi të piperi. kuq. Edhe është gati për ta vendosur në tryezën tuaj. Dhe për ta shijuar. Faleminderit, Do ju Kati. pëlqej shumë, mendoj se. Faleminderit. Të Faleminderit lumshin unë e duart. dashur. Uroj një fundjavë të mbar. Faleminderit. Takohemi të hënën. Kënaqësi. Faleminderit dhe ju të dashur anvisa që qëndruat me ne, nga unë Katerina Mirupafshim. Kalofshin një ditë një fundjavë më tani, sepse dita e sotme po vjen domethënë në fundi. Një fundjavë të mbarë dhe mblidhuni gjithë rreth tryezës familjare, të paktën të shtunave dhe të diellave, me prindrit tuaj, me si thua vjerën Njerëz të vjerin, dashur, njerëzit patjetër. tuaj të dashur ata që juve keni. Kalofshi sa më bukur, ju dua shumë, mirupafshim. Fundjavë të mbarë edhe për ty, Katerina, Kënaqësi, pranë familjes kënaqësi, tënde, dashur. ditën e hënë Faleminderit, me familjen tonë faleminderit. të madhe, këtu, të gjithë bashkë për të nisur një tjetër vil. Shkojmë në publicitet, Vila 24 vazhdon, do takohemi së bashku pas pak.